Kinemaja Ballkanike zbret sërish në Pogradec. Qyteti liqenor ka hapur dyert për edicionin e 16 të Festivalit Ballkanik të filmit dhe kulinarisë, një aktivitet që për disa ditë bashkon artist, regjisor dhe producent nga vendet e rajonit, duke sjellë në ekran histori, kultura dhe realitetet të ndryshme të Ballkanit. Rreth 60 filma nga shtetet e Ballkanit janë pjesë e këtij edicioni, duke konkurruar në disa kategori: filma studentor, filma të shkurtër, filma të animuar, dokumentar dhe filma të gjatë artistik. Për organizatorët, ky festival nuk është vetëm një garë filmash, por mbi të gjitha një hapësirë takimi mes artistëve, ku krijohen ura komunikimi dhe mundësi për bashkëpunime të reja. Regjizori dhe organizatori i festivalit, Eno Milkani, thotë se çdo festival sjell tema që lidhen me realitetin e rajonit, ndërsa zgjedhja e Pogradecit si vend pritës nuk është e rastësishme. Çfarë sjell? Sigurisht sjellin filma të kategoritë që kemi neve, filmi shkurtër i studentëve, filmi shkurtër, filmi zatimor, disa dokumentar dhe filmi i gjatë. Ato që e bëjnë të veçantë çdo vit janë dy gjëra. Janë temat që gjithmonë janë të përshtatura me gjërat që ndodhin në Ballkan, dhe e dyta është gjithmonë që artistët nga Ballkani të vinë dhe të takohen me njëri tjetrin, të shkëmbejnë eksperiencat, ide të njihen dhe ndoshta të bëjnë bashkëpunime të ardhshme. Sipas Milkanit, Pogradeci ka një lidhje të veçantë me frymën e festivalit, pasi historia, kultura dhe pozicioni gjeografik i qytetit përputhen me vetë karakterin ballkanik të këtij aktiviteti. Po sigurisht, kjo është ideja, sepse Pogradeci është qyteti më adapt dhe ndoshta një qytetet më të bukura për ta pritur këtë lloj festivali që i shkon, është Ballkani që lidhet shumë me Pogradecin. Është një festival që nuk mund të bësh në Durrës për shembull. Durrësi do kishte një tjetër lloj fizionomie, ndoshta më ndërkombëtar, Shkodra, diçka tjetër. Kurse Pogradecit i shkon shumë, është kjo simbioza e Ballkanit dhe locationit. Festivali këtë vit vjen me një program më të përzgjedhur, ku filmat janë më të fokusuar në tematika dhe kategori të ndryshme. Janë dhe të ndarë në kategori, siç e thash, nesër kemi filmat student, pas nesër janë filmat e shkurtër, filmi vizatimor dhe filmi gjatë dhe dokumentarët mbasdite. Organizatorja e festivalit Gerta Qyrku shprehet se publiku do të ketë mundësinë të ndjek produksione nga e gjitha hapësira ballkanike, ndërsa një nga momentet e veçanta të këtij edicioni do t'i kushtohet aktorit të madh shqiptar Rikard Ljarja. Hapim sot edicionin e 16 të Festivalit Ballkanik të filmit dhe kulinarisë në qytetin e bukur të Pogradecit. Garojnë rreth 60 filma nga të gjitha shtetet e Ballkanit. Hyrja, e themi gjithmonë dhe vazhdimisht, është e lirë në kinema. Oraret i gjeni të reklamuara në faqet tona zyrtare, në faqen e bashkisë dhe në të gjitha hotelet e qytetit janë shpërndar kartë vizita për turistët që të mund të ndjekin edicionin e 16. Një nga risitë e këtij viti është rikthimi në ekranin e madh e figurës së Rikard Ljarjas përmes dy veprave të rëndësishme të kinematografisë shqiptare. Filmat e këtij edicioni sjellin jo vetëm histori të reja, por dhe mënyrën se si artistët e Ballkanit kanë reflektuar përmes artit mbi zhvillimet dhe problematikat e kohës. Një risi është me mikun e dashur të festivalit, Rikard Ljarja. Do shfaqim dy filma, filmin Komisari Dritës dhe filmin dokumentar Rikardi të Mevlan Shanajt. 2 në 3 do kemi të pranishëm Rikardin e dashur në ekranin e madh të Pogradecit. Çfarë sjell këtë vit tjetër festivali? Sjell një buqet me filma. Këtë vit festivali sjell përsëri filma të rinj, do shohim ngjarje të shteteve të Ballkanit. Besojmë që ndajmë të njëjtën histori, por njëkohësisht do shohim edhe çfarë ka ndodhur dhe se janë frymzuar artistët gjatë këtij viti me prodhimet e tyre të reja. Mes pjesëmarrëve të këtij edicioni janë dhe artistë që e kanë ndjekur këtë aktivitet që prej fillimeve të tij. Artisti nga Kosova, Driton Hajredini, kujton pjesëmarrjen e tij në edicionin e parë dhe lidhjen e pandarë me festivalin e Pogradecit. Po, kjo është hera e 16 që vim në këtë festival. Unë isha pjesëmarrës me film të shkurt të titulluar Si qenin rush, pjesëmarrës në edicionin e parë, Balkan Film and Food Festival, dhe shumë rastësisht fitova çmimin e parë për film të shkurt dhe prej asaj kohe bashkë me familjen nuk kemi ndarë kurrë nga festivali. Për aktoren Velina Muçolli, festivali është kthyer në një takim të përvitshëm që nuk mund të mungojë. Jo, është viti 16, nuk e kemi normal më shkëput, për lutemi me pas jetë, që me arrit, domethënë,
edhe shumë vite tjera. Për neve është festivali më i dashur. Unë e kupluan edhe puntatën e fundit serialit, nuk e ndërprej serialin atje për asnjë arsye përveç për festivalin e Pogradecit. Kënaqësi gjithmonë. Dhe breziria e artistëve e sheh këtë festival si një mundësi të veçantë për të njohur botën e filmit dhe kulturat e vendeve të rajonit. Ky është festivali më i dashur për mua dhe faleminderit Gertën që na fton në këtë festival. Unë që e vogël kam marrë në këtë festival edhe më ka pëlqyer shumë filmat, ka qenë shumë interesant, ka qenë artistik me filma dhe gjëra shumë të bukura. Ajo vlerëson dhe mikpritjen e qytetit liqenor dhe atmosferën që krijohet gjatë ditëve të festivalit. Dhe një herë falenderoj Getën dhe qyteti Pogradecit që ne e dojmë shumë. Është shumë i bukur, shumë Dhe njerëzit janë njerëz më mikprit, gjitha trojet shqiptare, edhe është shumë mirë, edhe njerë po e falenderoj Gertën, faleminderit që na fton Gerta. Edhe emrin do ma thuash pak Lali? Emrin e kam Andra. Festivali Ballkanik i filmit dhe kulinarisë vjon aktivitet në Pogradec duke e kthyer për disa ditë qytetin në një skenë ku takohen kinemaja, kultura dhe traditat e vendeve të Ballkanit.